Sulmuesi shqiptar i Kosovës Meriton Korenica po kalon një formë të jashtëzakonshme këtë sezon me fanellën e Clujit. Në duelin ndaj Dinamos së Bukureshtit që përfundoi në barazim 1-1, Korenica shënoi një gol fantastik nga goditja e dënimit. Ish futbollisti i Ballkanit tundi rrjetën në minutën e 64 të sfidës. Momentalisht, skuadra e tij mban vendin e tretë me 35 pikë në renditje, 7 më pak se kryesuesit e Steaua së Bukureshtit. Për Korenicën ky është goli 8 në 35 ndeshje, gjithashtu ai ka arritur të dhurojë edhe 6 asist.